Të dashur shikues, përshëndetje. Mirë se po takohemi edhe këtë të diel si çdo të diel tjetër në emisionin Fshati Yum këtu në DTV Media. Aktualisht gjendem në fshatin Bubaves në komunën e Malishevës dhe do të bisedojmë me kryetarin e fshatit si dhe me kryetarin e muzeut që gjendet këtu në fshatin Bubavec. Jemi me themeluesin e kuvendit të Bubavecit, njëherë është edhe themeluesin e këtij vendi ku gjendemi këtu pra në muzeun e Bubavecit, zotëri Xhevat Kryziu. Zotëri Kryziu, kur është ndërtuar ky muzej fillimisht? Muzeu është ndërtuar në qershor të vitit 2022, për më do këtë kam tu. 22, nëse s'gaboj, po deri të themelimi i këtij muzeut paraprin disa ngjarje që kanë ndodhur pikërisht në këtë vend ku jemi tash në xhamin e fshatit Bubavec ku jetojmë dhe ku jemi këtu. Viteve 90 reprezalet serboslave, dhuna sistematike, përzamja shqiptarëve, burgosja studentëve, njekja e njerëzve, vrasja e veprimtarëve, ka bërë që të del një krijesë e re që të bën diçka në aspektin kombëtar. Dhe pikërisht dalin dy zëra, dy kushtrima. Një vjen nga të burgosit politik, që ishin prapa grillave, dhe zëri i dytë ishte nga minatorët e Nën Tokës. Edhe ata e dhanë kushtrimin, e dhanë sinjalin se ne duhet të pajtohemi se lufta dhe rreziku ishte afër nga regjimi serboslav i Miloševićit e viçer tjerë. Prandaj rinia studentore e Pejës, ata kanë themelu, ata kanë qenë shkëndijët e para, është bën një vrasje në Pejë dhe në atë vrasje është marrë një vendim nga disa tri të Pejës, cilët kanë qenë të burgosur politik, e në ma vonë do t'i shohim këto është Have Shala, Adem Gravosi, Mervete Dresha, e disa djemtri që në pamundësit tonë mi përmen, ata e kanë dhënë propozimit ose idet për themelimin e një këshilli marrëkombëtar për pajtimin e plagëve dhe ngatresave ose një këshill i unitetit kombëtar. Dhe ka ndodhur dhe ata o bën gjaki i parë o fal me 13 shkurt 1990 në fshatin Raušić. Dhe gjaku i dytë është falë në Krajkov të Dranasit me 23 shkurt 1990, të udhëhequr nga doktor Afishala, i cili është i zhdukur nga forca serbe. Ka qenë një doktor shumë i zoti, shumë adhetar i madh, shumë njeri i madh, dhe ka lënë një trashëgimi të shnosh, dhe aja familje e ka bërë një punë të madhe, edhe aty kanë qenë shkëndija e dytë, dhe janë themelu tani grupe punuese nëpër kuvende komunale. Dhe o themelu edhe këshillin e Malishevë me datën 18 mars 1990. Dhe një grup 3 student edhe më kanë thirrë dhe mu më Xhevat, a ki mundësi më na shoqëru në lëvizjen e pajtimit ku thonë me gjithë dëshirë, se ata kanë pa përpjekjet e mia dhe angazhimin tim kanë pas rryshë dhe kanë pas nevojë për njerëz, edhe nuk kam pritu edhe kam marrë pjesë, edhe kam qenë pjesë aktive. Dhe gradualisht me datën 15 maj 1990 është majt një tubim në anën tonë në kishën e Zdakoçanit për ditën e pashve, jenë falë disa gjaqe, plagë dhe ngatrese. Dhe aty në isha musafir e ati të kuvendi dhe më pëlqej ideja e afrimit dhe ne e kishëm me datën 26 prill, e kishëm ditën e Fitër Bajramit. Dhe mendova me shokët, me grupin tem të Malishevës, që janë 30 shokë aty shihen tash do t'i shohim edhe ata, edhe bisedova për idenë time të përkrahun edhe nga fshati Bubavec, ishte Bejtallah Kryziu, Latif Kryziu që ishëm bashkë, edhe ata më përkrahen idenë time, edhe shokët e grupit, edhe lajmërova këshillin që ndroi profesor Antonin e canin grupin, edhe ata u pajtuan që në datën 26 prill të mohet kuvendi i Bubavecit, ku shihet aty 1990 dhe ku jenë falë 40 e sa gjaqe e shumë plagë dhe ngatresa. Dhe mbasi që urbani punë në madhe voluminoze, pastaj unë pata rastin nga folklorja, më thanë rinia e fshatit Deçan se ne e kanë organizuar me një majt e Verët e Lukës, aty ka majt edhe më herët,
edhe unë thash miru pa shumë të verët të lukës me një maj, edhe ishin gazetar, edhe media të huja edhe mendore, edhe mas, edhe kur dulë me një maj të verët të lukës dikun rreth 6 milioni shqiptar, atje edhe Serbia dulë me tenka, dulë me arsenal ushtarak, falë zotit e intervenimit të Zekriacanës, e përshtej pa gjakdjera se kemi qenë rrezik se 3 tanë fillon me hyp mi tenka. Edhe ishëm parë basost, edhe ishtë ditë që kishtë ndodhur aty. Po, falë zotit intervenimit të profesor Zekriacanës, kemi shpëtu pa gjakdjera, patëm të lashe, kemi jarë në për kadronosi, kanë gjujti, kanë thy gjama, kanë plagu njerëz, po gjakdjera nuk pas qyqër zotit edhe shpëtumë si o mas miri. Dhe kështu që, do më thonë, ishte një situatë asaj kohe, e kena bo një punë jashtëzakonshme, na kanë ndihmuar mediat, gazetarë, njerëztarë, tu i folë për pajtimit, tu i folë për rëndësinë e unitetit, edhe kështu që kemi arrit në 90% të rasteve të pajtojmë ka qenë në letruret shqiptare. Pastaj kemi pajtu deri në Amerikë, në Maqedoni, Preshev, Malzi, gjitha një trojë shqiptare, pastaj kemi kalu edhe në Shqipëri pasi që u thynë kufit, edhe kështu që lëvizja kombëtare, pajtimi Xhaçev e ka bërë një punë mrekullueshme, një punë të jashtëzakonshme, bile ajo që është kryesore që duhet me theksu, lëvizja pajtimi Xhaçev në Kosovë e ka pengu edhe ka shnjeros gjakmarrjen. Vras sumpi në almi, po gjakmarrjen kemi pengu edhe ju po ndëgjoni ka vras ka, po gjakmarrjen nuk ka në Kosovë. Do të thonë, gjakmarrjen e kemi eliminu me besë, me ndërmjetësim, me organizim, me pajtim, edhe kemi arrit ta me emërdu, njerëz du pa marrën hak të falënderoj Zotin, edhe pe kuptojnë peshën e problemit dhe peshën e unitetit kombëtar. Do të thonë, lëvizja pajtimit Xhaçev ka bënë një punë të madhe, një punë të jashtëzakonshme, edhe jemi mundu që na t'i lëm ato gjurmë, ka kemi rrugtu si shoqëri, mi avno gjenerata avtëreja, se ta nuk i din, pra ndje kemi themelu edhe këtë muze, që të ta kjeni të din se qka ka ndodhë me neve, ka kemi rrugtu, ku jemi kanë, çfarë faze jemi kalu, pastaj e patëm edhe luftën, pastaj krijesa tjetër lufta UÇK-s, u bën djemtë u armatosën, i du në Serbis, edhe ndodhe që ndodhi erë me dhe të realizimi pavarësikuar dhe deklarat aty, bashkë me tabura që kanë ndihmu dhe faktorin ndërkombëtar, NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është shumë i ndërkombëtar, edhe jena këtu ku jena falë Zotit edhe asaj punë, asaj gjakderë dhe ati pajtimi, ati uniteti, ati bashkimi kombëtar që jena këtu sot ku jena. Ti ke marrë pjesë në shumë pajtime të Xhaçev. Po, a mund me në i ditë specifiki kur pajtu ndonjë gjak? Ne kemi, jena ato 20 raste, edhe tjera që ka marrë pjesë, edhe shumë gjak që ka marrë pjesë, shumë plagën katresa, se gjithë se cili gjak e ka dhimë dhe ka specifikin e vetë, e ka madhështin e vetë, e ka vujtin dhimin, po dhe ka kranarin. Po një rast që e kemi që unë e përmeni çdo rast, e kemi aty është një burr, një Rustem Ramgashi, nga fshati Çabiçi i Klinës, aty kanë jetu 2 fetë, edhe musliman edhe të krishterë, dhe djalin e tij ja myshin besimit katolik. Dhe ai zotëria shpërngullet, e shet që rrezik, shpërngullet të shkon në kuraci. Dhe kur ka shku lëvizja pajtimi Xhaçev, ta gjarose me kërku falin, ma në fund thëtë unë e kam një kërkesë. Thëtë unë e kam një kusht, pak këtë kusht s'muj me falë. Dhe lëvizja e pajtimit nuk ka dash kushte. S'kemi dash kushte, se gjithmonë është falë në emën Zotit, në emën të komit, në emën të flamurit, në emën të simboleve, në emën të gjakut dëshmorve, në emën aty nëse Kosova ka pas gjakdje këtu e 500 vjetë. Edhe imi thjerë këta, edhe këtë thëtë, jo, në fund, unë e kam kërkesën, pak këtë kërkesë, pak këtë kusht, unë nuk mund të fali gjakun. Dhe ma në fund i thojmë, unë në braja rusë, qëllaj e kërkesa jote, thëtë kërkesa jeme është, sa i vrasi që ma ka vra djalin, du më këthym ka Kroacia marë Kosovë. Sa ta djemë nesra i duhen Kosovës, i duhen luftës, ata bon djemë zëtë, bon ushtar, bon patriota, bon herojnë e jo, edhe du më këthy Hasmin Kosovë. Që të gjithë tjerët kanë qef me po Hasmin, lërë, fësëve të vetë, lërgë edhe atë vetë, ky e ka të kontet du me pa më këthy pej, Kroacia marë Kosovë, mi jetu në vendin e vetë, trollin e vetë, se na duhen të djemë. Dhe më thonë, kjo është një patriotizm, kjo është një heroizm të shqiptarët, të agjarust, që kemi shamë dhe model që shka bënë shqiptari. Dhe më thonë, lëvizja pajtimi Xhaçev e ka promovu këtë unitet, këtë punë mirë të marë, që e do në Zoti e do në dharumi. Gjatë pajtimit Xhaçev në Kosovë, a keni hasë ndonjë vështirësi ku ka refuzu mu pajtu gjaku? Po, këna hasë një vështirësi, ka rase se s'ka në mujtë me pajtu, ka rase që në shurë në shtja 6 dhe thërë, s'ka në mujtë, edhe sot asë e ditë nuk me pajtu, po nuk ka pas hakmarje. Kje ka qenë e mje, do më thë që 26 vjetë. Bona tash, 23, vërtet 36 vjetë, vitën 90, 36 vjetë, bona që
nuk ka ndodhë edhe ato pajtime që se në bon, po hak nuk kanë marrë, i kemi majtë stabil, i kemi majtë qetë paqë, dhe sa jenë stabilizu, jenë rastin e vjetru, edhe nuk ka rrezik që me marrë hak dhe marrë dhe gjakderja. Se ka rastin që s'ka në mund me pajtu. Flasim pak edhe për muzeun përgjithësi. A ka pos në investim për shtetit, apo janë ndërtu me mjetëve të anoke? Muzeun, unë kam bon kërkes në institucionet tona, po nuk e kanë marrë. U mundu, Kuvendi Malisheve, diçka me bon, nuk ka mujtë me arrit, unë e fillova, jëmë dalë edhe me njerës për i vullnetit mirë, më ka një mu edhe kam dërtu. Parashia Islame më ka një mu, në një pjesë xhamis, t'i kumë në 5.000 euro, edhe pjesa tjetër, kontributi tjetër, është njerëzve shpirt mirë, vullnetarëve mirë, edhe institucionet nuk më kanë një mu, do më thonë, është edhe badej kam, edhe çdo cent e kam të shënuar atje, aja plak atje, do më thonë, din gjeneratët kush ka investu, kush ka ngrit këtë muze, se unë se kom ngrit, kanë ngrit ata që kanë pas zemrë dhe shpirt mirë, edhe më kanë një mu, më kanë përkra dhe o kjo vepër sot. Është një vepër, është e vogël, është një miniatur, se jënë veprimtar shumë, jënë ata që kanë falë shumë, jënë ata që ushtarë shumë, dëshmorë shumë, burgosën shumë, për pa mundësi veni kolikacioni, s'pata vend, s'pata budget, se kjo darë me konë dhe 10 herë që kaq, për me mujtë mi plesu kërkesat të tonë dhe me qenë gjdemën këtu dhe kështë me qenë dherë, po mundësit ishin të vola. Po, si do qoftë, jemi mundu me la një gjurmë, një testament, një rrugtim to, një histori, gjeneratët të rje me kujtu, ka kemi kaluna dhe ka kemi rana, kemi ardhe të Liria, dhe më thonë, Liria pa gjak, pa sakrifis, nuk fitohet, nuk udhërohet, po fitohet. Këtu përshë që ka disa artefakte, a ke pos vështirësi mi gjetë këto artefakte, ose ku janë gjetë? Këto artefakte i kemi siguru në tregun e krujës legjendare, të krujës Skënderbeut, se të nënë Kosovë i ndjek shtepit, bashkë me shtepit i ndjek edhe to pajisë ose orendi shtepijake që kanë qenë, ta në me këto shërby populli jonë, edhe këto i kam marrë në kruj, edhe i kam vendosë, me u ka zohë gjenerat avtëreja që kanë qenë krye teknika jonë të sene kjo hekuri me zjarë këto ene, këto sene, dhe këto pjesë, jënë pjesë që kanë punu babalarë dhe nana tona, edhe në qoftë ato pjesë atje me kërhane, me punu leshe, me bo qilime, me bo jana, vesh mbathje sen, edhe këto orendi që në kanë shërby, edhe gjeneratët të reja se një pjesë nuk i din që ka jënë to. Sidomos, kja pjesë këto që shijet, jënë shumë të rallë nësë i din që ka është kjo. Kja është aja zingia ku hypë më kali, që ku është Anton Qeta atje ku është më kali, duhet me hypë me qitë kamën këtu për me hypë kali atje. Për thëmë njerëzë nuk për din që ka është kjo, se s'për din se tash jenë shduke dhe kuajt, jenë shduke ato senë edhe nuk i din që ka jenë edhe për duhet dhe mi evnat dhe mi ju spjegu gjendarata që jenë një pjesë nga artefaktë tu, që njerëz ta nana tonë o babalartë, ose kanë qenë teknik e familjeve tonë këtu. Tu jemi mundu me i paraqit në 4 shtylla aktivitetin dhe punën lëvizje studentore, cilët studentet me paknasit e tyne në mezën studentëve kanë fillu, edhe me paknasit e tyne në sistemin shkollor, me plan programet që Serbia dhe kemi apliku në Kosovë, nuk jenë pajtu, edhe kanë protestu, edhe këtu o nisë, këta ka nisë qashtjen paknasin në Kosovë me pa drejtësit, edhe këta nga student i Narbuk, tu e kena figurën emblematike Adem Demaçin, tu e kena figurën tjetër Ukshinoti që sot ende nuk dihet, dhe më thonë burgosë politik, që ju kanë pri studentve, edhe jim gradualisht tonin këta të burgosë politik, edhe vim të një fenomen tjetër, ku kanë hynë grevë minatorët e në tokës strepqës kanë kërku Kosovën Republik, kanë kërku drejtën e vetë. Se Serbia i bëndë me hile edhe jemi kanë si popë degradum, të shtypën e përsekutum. Dhe ma pas taj, ma saj kërkese, vjen lëvizja pajtimi gjaqe. Ju i një krenarie komiton, këta që po shihen, kanë falë atë ditë në Bubaves, këtë të fotën nga Bubavesi, cilat paraqitën të konvendi i Bubavesit me 26/1190. Dhe më thënë, kështë konvendi gjithë populori Bubavesit. Dhe tonë tabura kanë falë atë ditë, këtu në Bubaves, ja ku është skenat duke u falë në Xhami Mrana. Në Xhami Mrana, kjo është kryesia punës tu, dhe më thënë, këtë të fotë të paraqesin skenën atë ditë në Bubaves. Dhe gradualisht tani vim të lëvizja kombëtare e pajtimit gjaqeve. Lëvizja kombëtare e pajtimit gjaqeve këtu. Këtë lëvizje, shkëndjet e para jënë nga studentët asaj koha Have Shala,
Adem Grabovci, Mërvete Dreshaj, e shumë student tjerë që në pamundësi tonë me lullëzime temi, flamurgashi, e tjerë, në pamundësi për me vendos, dhe kjo ishte televizja kombëtare që ju bashkan gjithë profesor Anton Qeda, Zekria Cana, e këj grup e ta intelektual, edhe kemi vërdu gradualisht ka daldale, këtu shihet ta jënë pajtimtarë nga Malisheva, disa nga pajtimtarët e Malishevës, këtu. Dhe këta tjerë jënë të konvendin të ndryshme. Këtu kjena konvendin e Zlakoqanit, është majtë me 15-490, ditën e pashve në kishë Zlakoqan. Dhe këtu është konvendi Likovësit. O interesant, kamere me fokusu që ku është Adem Jashari. Që ku Adem Jashari këtu. Dhe thu se ka qenë, edhe në Bubaves nuk e kom pa, ka qenë fund, me një palë i pështjellën, unë se kom pa, dikush më kanë thonë, unë se kom pa. Dhe këtë delegacion është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi shku në vitën 90 me pajtu shqiptarët atje, dhe atje kemi pajtu shumë plak gjashtë nga tresa. Këtu është konvendi Prishinës, dhe me thonë, disa nga konvendi, tu konvendi i madhëtor, krye konvendi i Kosovës Vera të Lukës. Kjo pajti që kjo fotografi këtu paraqesin Vera të Lukës, dikun në rreth 1 milioni shqiptarë, me vullnetin e tyre, me angazhimin, këtu. Është interesant më theksu, se të Vera të Lukës, dikun në rreth 66 që jenë falë pa i kërku pajtimin. Me vullnet të e pa, një tjetën vishin të bina, edhe e fashin gjakun e babës, vllavit, djalit e tjerë, këtu që ishte një kuvend madhështor, ishte krye kuvend i Kosovës, pra që s'mahet men në historinë e njerëzimit. Dhe gradualisht vim këtu Shtupeqë Regovës, e shumë vene tjerë, Gjona e Thasit, e tjerë, edhe vim gradualisht, tani vim prej pajtimit gjatë që vjen formimi i Ushtrisë Kombëtare të Kosovës. Do ta shohim tash. Të bashkuam në vizën kombëtare pajtimit gjatë që ardh një krijesë diçka këtë tjetër e shajtënore, formimi i Ushtrisë Kombëtare të Kosovës. Lufta u UÇK-s vitin 1998-99. Si simbol i kësaj ishte heroizmi i familjes Gjashari. Edhe këto ta burren të vdekun që në ra të një dëshmor kombi që në ra për pavarësinë dhe lirinë e Kosovës. Dhe gradualisht me këtë luftë të Ushtrisë Kombëtare të Kosovës kemi ardhur deri te realizimi i pavarësisë. Pavarësia e Kosovës me 17 shkurt 2008, edhe kjo është deklarata e pavarësisë, presidenti ishte kryeminista Hashim Thaçi, president Fatmir Sejdiu, kryetari i parlamentit ishte Jakub Krasniqi. Dhe këtë pavarësi bashkë me tabura që janë disa të vramë, që ku është Tahir Sinani, e ku janë disa burra ato që janë vramë, një pjesë janë gjallë këta, ku nga Kadri Veseli, Hashimi, Ramush Haradina, Gjep Selimi, Naim Maloku, Selimon Selimi, Samir Shtaku, e tjerë mos më përmend në shumicë tonë, edhe kemi ardhur deri te realizimi i pavarësisë, të fuqizuar nga miku i madh i Kosovës, legjenda e botës, Bill Clintoni, Medin Lodbrajt, Tony Blairi, William Volkeri, Wesley Clark, që e kanë fuqizuar deklaratën e pavarësisë Kosovës. Por pa gjakun e dëshmorëve, pa ndërimin e meqvetar, nuk dishte kjo deklaratë edhe nuk ishte Kosova sot shtet. Duke i falendruar ata edhe gjithë ata që ndra për të troje, jemi sot u jena në lirinë, në pavarësinë e Kosovës. Inshallah festojmë e presim shumë e me gëzime. Tu paraqitet disa nga masakrat që ka bërë Serbia. Tu paraqitet egzodi shqiptarëve, i kanë përzon. Kjo Sherif e luta të i largu, Tu paraqitet tërheqja e fëmijëve për rrethit policia me marrë me vrarë. Tu e kemi Raçakun e legjendës. Këtu shkak Raçaku edhe Serbia u bombardu edhe u largu gjithmonë për petrojeve shqiptare. Këtu simbolika djegëve fshatrave, simbolika djegëve, këtu është memoriali i Jasharëve që kanë lënë gjurmë në historinë tonë matre, edhe këtu shihet disa nga familjarët duke çaj, duke kërkuar vetë tu shihet policia i kanë arrestuar me pushkatu, e falë zotë një delegacionit amerikan, e kanë kalu kësaj dhe i kanë shpletu këta stadion gjallë. Dhe më thonë, kjo e kemi bon në miniatur, kena bon në miniatur, këtë muze, mu ka dzunë generata, ka kemi ruktu, që kemi pagu me gjak e me mudi me djerës, e ne duhet si mesazh me ru
paqen, me ru stabilitetin, me zhvillu Kosovën, me ndihmu Kosovën, me ecë përpara Kosova, mu integru Kosova në NATO, në Bashkimin Evropian, aty ku ka dhe menin, edhe na me qenë shtet i moderum, shtet me na pasak një tjerë, si jena shteti më i ri, do me dhe falë Zotit, e këtyne burra që i përmen, edhe shumë tjerë që si këna përmen, që sënë këtu, që kanë bërë punë të madhe, kanë bërë angazhim, kanë derë gjak e djerës, edhe jena këtu këjena nësët. I nderuar fillimisht përshëndetje, edhe këshë mujt me bo një prezentim shkurt për shikus që në ndjekin. Faleminderit që këni ardhur me na vizitu, fshatin Bubavec. Unë jam Bedri Kryezeu, jam kryetari i fshatit, njëkohësisht edhe kryetari i bashkisë lokale. Prandaj po ju falenderoj që këni ardhur me na vizitu. E cike edhe vetë që jem në fshatin Bubavec. Sa banori ka ky fshat përvarësisht? Fshati ka 420 shtëpi, afër 420 shtëpi, ka mbi 3000 banor. Ky është numri i shtëpive dhe i banorëve për fshatin tonë. Sa i përket infrastrukturës në Bubavec, ku gjendet Bubaveci me infrastrukturë? Sa i përket infrastrukturës, është punu, po ka ende me u punu. Mas keq jemi për ujën e pijes. Kemi probleme, ujë pijes nuk ka, ujë sjellës nuk kemi, kanalizime, shumica e fshatit është e përfshime, rrugët, përveç rrugës Kijev-Malishev që është e shkatruar totalisht, besoj që e keni pa dhe ju. Mandej kemi rrugica në përfshat, cilat presim nga kuvendi komunal që do i asfaltojmë këtë vit. Flasim pak për arsimin këtu në Bubavec, për shkollat fillore apo të mesme që gjenden këtu. A ka shkolla mjaftueshëm ose a ka edhe nxënësa mjaftueshëm që shkojnë në për shkolla? Na kemi në fshat shkollën fillore të mesme të Tullët, njëkohësisht jam edhe mësimdhënës në vetë shkollë. Numri i nxënësve është afër 200. Kemi pas numër shumë më të madh nxënësve, por numri i nxënësve po shkon duke rënë për ditë më shumë. Çka është faktor që po bin numri i nxënësve? Po si në gjithë Kosovën, në fshatin tonë, migrimi ka pas vete, kanë emigru në shtetet perëndimore, besa një pjesë edhe në për qytete. Dikush në Banesa, qoftë Prishtinë, Fushë Kosovë, qytete tjera. Kohët fundit ka pas rreshje mjaft mëdha në Kosovë, sidomos edhe në komunën e Malishevës. Bubavec ka pas ndaj dëm prej këtyre rreshjeve të shiut? Po, siç e keni pa, Malisheva ka qenë e përmbytur pothuajse të gjitha fshatrat, në veçanti fshati jonë është dëmtu bukur shumë. Kemi mbi 10 familje të cilat kati i parë i shtëpisë pothuajse është i pabanueshëm. Disa familje edhe janë largu prej shtëpive, nuk janë për momentin aty, se s'ka kushte për jetesë. Kështu që kemi pas dëme të konsiderueshme në fshat. Shteti a ka ndihmu hiç në rimëkëmbjen e këtyre familje? Po presim komisionin për vlerësimin e dëmeve. Deri nesër është afati, sot ka qenë afati i fundit për aplikim. Gjithë kryefamiljarët cilët janë dëmtu prej vërshimeve kanë marrë informacionin nga ona ime dhe kryesisë së fshatit, kanë apliku, presim prej nesër komisionin për vlerësimin e dëmeve që të vijë na vizitoj edhe të shohim. A ndodhin shpesh këto përmbytjet? Po, brenda 3 viteve është hera e dytë që familjet e njëjta janë përmbyt, do të thotë, para 3 viteve, jo. Diku viti 2021 ka qenë kur të njëjtat familje kemi pas të përmbytura, njëjtë sikur tash. Saher që ka shira të mëdha, kemi vërshime në fshatin tonë edhe dëmtimet të ekonomive familjare. Rikthehemi pak te jeta jote personale këtu në fshatin Bubavec. Si ke kalu fëmijërinë deri në ditët e sotme, a mund të na përshkruash? Si shumica e shqiptarëve. Do t'rregoj spari në vitin 1992 kam qenë i burgosur, jam kap në kufirin shqiptar në Koshare, ku kam qëndruar për 25 vite në burgjet serbe.
Mandej, pas lirimin nga burgu, kam emigru, kam shku për Gjermani, deri në fillimin e luftës. Fillim të luftës jam kthy si ushtari i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës deri në përfundimin e luftës. Mos e përmend edhe vetë luftën, në fshatin Bubavec, a ka pas luftime ose a ka dëshmor ose martir? Po, ka pas luftime, ka pas dëshmor, kemi 3 dëshmor, i kemi edhe 10 martir, gjithsej 13, kemi edhe shumë banorë të fshatit cilët për shkak të kushteve kanë vdekur nuk janë të vrarë, po kanë vdekur për shkak të kushteve të rënda që i kemi pas në përmale. Po, kemi 3 dëshmor edhe martir gjithsej 13 fshati. A ka ndonjë datë për kriktimore për këta dëshmore martir? Patjetër që po. Edhe pse nuk janë dëshmor të cilët kanë rënë në të njëjtën kohë, janë datat ndryshme, po ne i përkujtojmë. Sa herë që kanë përvjeturit e tyre, ne i përkujtojmë. Vlen të cekët se jemi këtu në një vend ku mlidheni të gjithë banorët e fshatit Bubavec. A mlidheni shpesh këtu në këtë vend? Vendi ku po qëndrojmë tani, ka qenë më herët e kemi ndërtu me forca vetanake. Mandej ndërtum shkollën e re, fshatit, me ndihmën e qeverisë dhe të Kuvendit Komunal. Kjo mbeti disi anash, por tash kemi investu me forca vetanake dhe kemi rregullu, e kemi bon këtë vend ku mblidhemi qoftë kur vinë mërgjimtarët, cilët duhet falenderu veçanërisht, se po të mos ishin ata nuk kishim arrit me banket objekt si e kemi ban, por edhe për ngjarje tjetra, qoftë rastet të vdekjeve, qoftë martesa apo gjërat të tjera mbahen në këtë objekt. Sa i përket traditave, a ka ndonjë traditë që e ka rujt fshati Bubavec? Sa i përket traditave, fshati jonë i ka rujt traditat, edhe i ruajnë. Si tradit e fshatit tonë është mikpritja. Mikpritja. Kjo rrjedh edhe nga stërgjysherit, por nuk ka humbë edhe tash ditët e sotme. Vlen të theksohet se në vitet 90-ta fshati jonë ka mbajt një numër bukur të madh të minatorëve të Trepçës, cilët u larguan nga puna. Kemi pas vreshtat në komunën e Malishevës ku kanë ardhur, kanë punu, edhe ne në familje i kemi mbajt, sikur anëtarët e tonë familjes të kanë qenë të na. Jemi bukdhënës edhe mikpritës. Kjo është traditë e shqiptarit. Rikthehemi pak edhe te fëmiria jote. A ka ndonjë datë ose ndonjë ditë veçantë që e mo men gjatë fëmirisë tone këtu në Bubavec? Data të caktume jo, por po flas në përgjithësi për fëmirinë time dhe për bashkëmoshatarët e mi. Ne në fshat do të kemi, unë vetë kam qenë futbollist, kam luajtur edhe për ekipin e fshatit, por edhe për disa ekipet e tjera, kam qenë futbollist, po kemi pas edhe shumë të tjerë prej fshatit që kryesisht janë marrë me futboll. Kemi pas edhe fushën e madhe të futbollit, të cilën presim ditëve në vazhdim me përkrahjen e Kuvendit Komunal edhe të Ministrisë së Sportit. Kërkesat i kam dorëzu, presim që ta kthejmë prapë fushën e madhe të futbollit që e kemi pas në fshat. Do të thotë kjo është nostalgji apo kujtim të cilën nuk e harroj asnjëherë. Po në lojë tjetër në fëmijën tonë, a keni luajtur me shokët ose pas mësimit ose diçka tjetër? Ka pas edhe lojra të tjera, por kryesisht ne jemi fokusuar te futbolli. A ka ndonjë ekip futbollit që është për fshatit Bubavec, që garon ndonjë garë apo diçka tjetër? Për momentin nuk kemi. Unë kam pas shkollën e futbollit bashkë me Ram Bashotën, të cilën e kemi udhëheqë bashkë në fshat, por për momentin kemi pauzu. Po kemi obligime shumë edhe nuk po mujmë me i dalë në skaj. Kështu që për momentin
nuk kemi. Ka të rinj të cilët luajnë në klubet e ndryshme, qoftë për klubin e futbollit Malisheva, Grande, Iliria e të tjera, por ekip me emrin që përfaqëson emrin e fshatit për momentin nuk kemi. E cek edhe vetë që je mësimdhënës. Infrastruktura në për shkolla është e kënaqshme. A ka nevojë për përmirësime diçka? Çka themi për infrastrukturën në shkolla? Ne punojmë ende me shkomse dhe me tabel. Ç'a themi? Ndalet energjia elektrike, nuk kemi kushte për mbajtjen e mësimit, sidomos dimrit, orët e fundit. Ne punojmë me 2 ndrime në shkollën tonë. Nuk ka kushte. Kushtet nuk janë. Po nuk jemi shkolla e vetme. Po flas për komunën e Malishevës, jemi pothuajse të gjithë njëjtë. Që sa je në fushën e arsimit si mësimdhënës? Punoj që 17 vite në arsim. A ka dallim nxënësat prej fillimeve tua deri në ditët e sotme? Ka ndonjë dallimi? Dallimi është shumë i madh. Dallimi është shumë i madh për arsye se përpara ka qenë më ndryshe. Kemi pas një lloj marrjeje. Sot edhe në shkollë edhe në të gjitha aspektet ka humbur pak marrja. Edhe është pak më problem. Është më ndryshe se sa që ka qenë në të kaluar. Po për banorët e fshatit Bubavec, a mirën me blegtori e bujqësi? Po, kemi disa fermerë të cilët merren me bujqësi, tokat janë të gjitha të punumara, nuk ka djerina. Kemi disa fermerë të suksesshëm që zhvillojnë aktivitetin e tyre, qoftë me lop, apo me dele dhe kështu me radhë. Për çfarë jetë Bubaveci nga të tjerët për ndonjë veçanti të saj? Bubaveci, thash edhe më herët, jemi mikpritës edhe bukdhënës. Kjo është ajo që të tjerët na njohin, neve si fshat. Kemi edhe intelektual që kanë dalë për fshatit tonë, që kanë udhëheq fushat ndryshme në Kosovë, mandej kemi të burgosur politik, të cilët për mendimin tem janë akteri kryesor për të ardhur deri te formimi i ushtrisë ligjore të Kosovës. Kështu që këto janë që e bojnë më të veçantë fshatin tonë. E sa i përket në atraksioni tjetër turistik, a ka këtu në Bubavec? Ç'a themi? Fshati jonë më herët është njoft edhe për gurit të mirë. Dhe thot, e gjithë Kosova, po thuj se gjithë Kosova, po edhe shtetet tjera janë furnizu prej fshatit tonë me gurit të verdh. Dhe thot, është qujt atër se guri faktikisht nuk është i verdh tek ne, po është qujt ashtu. Po për gur të mirë, njihemi si fshat. A kështë bu një apel pushtetarëve për diçka që i mungon Bubavecit e që kështë pas qef me pas? Jo që i bëj apel, po kam takime pothuajse javore me kryetarin Kastrati. Një personalitet i duhur, i cili jo vetëm mua si kryetar fshati, po mundohet që t'jetë i afër me të gjithë, edhe me investu, edhe çkado që është mundësia në buxhetin komunal, kryetari Kastrati asnjëherë nuk më ka thonë jo, edhe besoj që kemi me pas mbështetjen e tij prapë në investimet që na duhen me i bën fshatin tonë. Edhe për fund, a ka ndonjë mesazh që kështë dosh me dhënë rinis apo kujdo qoftë tjetër prej teje? Po mesazhi im për rinin është më shumë angazhim në mësime, në shkollë, edhe qëndrojmë Kosovë. Qëndrojmë Kosovë sepse Kosova po zbrazet çdo ditë më shumë. Ndoshta dikush kur e sheh këtë intervistë do të thotë që po kryetari edhe fëmijën e vet i ka jashtë. Apeli përfshin edhe fëmijët e mi, edhe fëmijët e të tjerëve, të cilët i konsideroj sikur fëmijët e mi, ju bëj apel që t'jenë më të angazhuar në mësime edhe të qëndrojnë në Kosovë. Nderuar, faleminderit shumë. Faleminderit juve.
Të dashur shikues, dëgjuam mjaft nga Bubaveci dhe nga muzeu i tij historik. Deri në të dielën tjetër, mirëmbëjtje.